Ditëve të fundit, Gostivari është zhytur në ankth dhe tronditje. Ajo që filloi si një kërkim i dëshpëruar për një nënë të zhdukur, sot është shndruar në një histori të errët që ka shokuar opinionin publik. HA, 53 vjeçe nga fshati Raven, e raportuar si e humbur nga biri i saj, JM, 34 vjeç, u gjet e vrarë dhe e varrosur në territorin e fshatit Negotin. Edhe pse hetimet vazhdojnë, dyshimet tashmë drejtohen tek një skenar i rënd kriminal i cili ka tronditur të gjithë rajonin. Banorët e Zdunjës, të prekur nga lajmi tragjik, shprehen të habitur dhe të tmerruar nga ajo që ka ndodhur. Kjo familje ka qenë e qetë dhe respektuar, thon ata, dhe nuk kanë parë asgjë të dyshim që do të ngjallte dyshimet që lidhen me epilogun. Familjen e njohim, njerëz familjar kanë qenë, vine këtë rast kështu në besa nuk është për të besu. Kushtë në qarë punohet atë një zote din, ama s'kanë kjonë atë ka dy gjemë t'i ka për jashtë, gjemë t'i kanë shumë mirë, familjarët këtë mirë. Ju e keni njoftë zonjën, e keni pakën dhe... Si jo, zonja si zonjë halis. Po rrugën e vete, fëmijët i rejti, buri ka vdek, herët i ka vdek, i rejti fëmijët, i martoj, shpëja boni, vine deri këtë rast, kjo çudi diçka. Se për ne këtu në s'ka pas asnjë problem. Gjemë t'i ka shumë të mirë, me të vërtet kvalitet shumë gjemë. Ato gjemë kush i ka rejtë që e nonë që e ba. Asë njëherë s'kam pas ke ato ashtu në ndodhija. Për gjithësi si familjative, ju në këtë mirë. Po që këtu ka një 3-4 ditë, 5 ditë ka që shubo kjo rasja. Ne kina si familja, kina burin e kësaj zojnës. E në murën vesh që këto ditë se u bo një e gjetën vdekë ata ke Negotojnë. E në dishim se para 2 vjetë ajo ishte Gjermani ishte, po që të ka një 2 vjetë është këtu, me a gjem t'i kishte Gjermani. Këtu me cilën ka jetu zonja? Me gjem, 2 gjem ka. Ato Gjermani punojnë. E këtu ajo vetë ka qenë, a? Vetë ka kjo, një motë ka vetë ka qenë, një motë të gjimë, sa ma pare ajo ka punu agje Gjermani, që me gjem bashkë agje. Kjo e një katastrofë, si të thomë, shumë njësen, nuk është mëjtë për katundin tonë, ama që u bo kjo rasja kështu qëtë. Si fshatar të u s'kina prit që këtë fjallë se ka ndodhë në vrasje, s'kina marrë vesh që kina. Në sune kuptojmë që mund të njësën të zotë ndodhe, se s'ka pas asë një farë problemi këtu ashtu për tonë, që me të vërte mund ndodhe dhe njësën, valla, si të thomë, gjendja është shumë keqë, nuk është mira që ndodhe diqka, ama që pas ka ndodhe ne, pa ditë, ne nuk dim gjatë. Si ku gjegjen është të fjale është, nuk është mirë, është keqë. Ama nëse ka të ndenja, nëse pi ka të ndenja, qishë. Detaje për skenarin e rënd kriminal ka bërë të ditur sektori i punëve të brendshme Tetov. Nga këtu thonë se kanë paraqitur kallëzim penal kundër personit me inicialet SM, 53 vjeç nga fshati Negotin, komuna e Vrapçishtit, për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale vrasje, sipas nenit 123 të kodit penal. Konkretisht, më 9 dhjetor 2025, JM, 34 vjeç nga Gostivari, ka raportuar se nëna e tij, HA, 53 vjeçe nga fshati Raven, ishte larguar nga shtëpia dhe më vonë në kamerat e sigurisë vuri re se më 7 dhjetor 2025 ajo ishte marrë me një automjet pasagjerësh Fiat, pas së cilës ajo nuk kishte qasje në telefonin e saj. Ai gjithashtu raportoi se në kamerat e sigurisë kishte vënë re se natën ndërmjet 6 dhe 7 dhjetor personi SM kishte hyrë dhe kishte kërkuar në shtëpinë e tij dhe se ishin marrë para nga dhoma e tij. Më 11 dhjetor 2025, në orën 2:15, SM është privuar nga liria me dyshimin se kishte detyruar HA të largohej nga shtëpia me të. Pas marrjes së masave në lidhje me rastin dhe pas kontrolleve të kryera të videoincizimeve, është konstatuar se i dyshuari kishte dhënë dëshmi të rreme në stacionin policor. Gjithashtu, nga listingu i thirrjeve të marra, është konstatuar se HA për herë të fundit kishte kontaktuar me të më 7 dhjetor 2025. Më vonë me urdhër të gjykatës është kryer bastisje në shtëpinë e SM, pas së cilës është privuar nga liria edhe bashkëshortja e tij, GV, 48 vjeçe. Në një bisedë zyrtare në stacionin policor,
GV ka pranuar se bashkëshorti i saj, SM, e kishte vrarë viktimën HA me pistolet dhe kishte treguar vendin se ku e kishte varrosur. Pas kësaj, punonjësit e policisë nga zyra e jashtme për punë kriminalistike në Gostivar, në prani të prokurorit publik, kanë kryer këqyrje në vendin e ngjarjes në fshatin Negotin, ku u gjet trupi i HA. Me urdhër të prokurorit publik, trupi është dërguar për autopsi. E në ndërkohë që institucionet po kryen detyrat e tyre për zbardhjen e plotë të rastit, kjo ngjarje shënon vrasjen e dytë brenda një kohe shumë të shkurtër që trondit rajonin e Gostivarit. Vetëm pak ditë më parë, një tjetër rast tragjik u raportua, ku një burr nga Debreshi dyshohet se vrau bashkëshorten e tij në Itali.